Përshëndetje nga Elbasani, një nga qytetet e lashta dhe me tradita në Shqipëri, që ruan historinë, kulturën, artin, që kanë nxjerrë figurat të ndritura në fusha si letërsia, si muzika, shkenca dhe kultura shqiptare. Sot kemi ardhur këtu për të sjellë një histori interesante në rubrikën tonë Mjeshtrat të zanatit tradicional shqiptar. Një zonjë që ka ruajtur me fanatizëm traditën e trashëguar të zanatit të punimit të qëllimave në Tezgja, e cila ka trashëguar nga mamaja e saj dhe po ja trashëgon edhe brezi tjetër. Suzana Hoxha en qëllima tashe 30 vjet. Zanatin që ka trashëguar nga nëna dhe gjyshja, po ka mësuar vajzës dhe nuses së tjalit, por edhe mbesës së saj. Ajo ka punuar për vite me radhë në ndërmarrjen e qëllimave në Elbasan. Pas viteve 90, kur shumë ndërmarrje prodhuese u shkatruan, Zana mendoi se si mund të vijonte ta ushtronte këtë zanat. Fillimet e mia kanë qenë që fëmijë. Me fjalë që kur isha vajzë, ke familja ime, sepse familja ime është që në kohë të lashta, me fjalë kanë qenë familje leshpunuse. Nga gjyshja, stërgjyshja, mami. Pastaj e mora dhe unë si zanat, pastaj kur u martova, këtu pastaj më ka lindur si nevojë ekonomike. S'kishe nga dveje, s'kishte punë tjetër dhe u detyruam, vund një Tezgja dhe fillova të punoj. Dal nga dal aty dhe kështu që fillova e ngrita pastaj të gjithë këtë punishte, pak nga pak. Gjatë pushimit drekës mami ke puna vetë, punonte për shembull në ar, në fshat, nuk është se kemi punu zyrë. Edhe kur vinte në drek punonte, o me qëllima lecke, o qëllima leshi. Dhe ndërkohë sa bënte ajo drekën, unë veja dhe futesha nga pak, me fjalë ke Tezgjau që punonte mami gjatë vaktit drekës. Aty e kam mësuar pak nga pak. Kur kam ardhur këtu unë, ka qenë ndërmarrja, po ishte privatizuar. Dhe aty pastaj kërkova punë fillimisht, fillova punova pak aty dhe aty bleva Tezgjaun e parë. Më pas bleva dhe 2 Tezgja tjerë, që sot kam vënë 3 Tezgja. Dhe e ka pas tradit, ka pas punishtën, si që kanë qenë ndërmarrja e rroba qepsis, ndërmarrja si xhadeve, qëllimave, po, ka qenë tradit. Elbasani e ka pasur traditën e vetë të punimit të qëllimave. Gjithmonë më ka pëlqyer të punoj tradicionalen. Gjatë këtyre viteve, Zana ka punuar qindra qëllima, secili me veçantinë dhe historinë e vet. Edhe pse koha ka ndryshuar dhe prodhimet industriale kanë zënë vendin e punës artizanale, ajo vazhdon të qëndroj besnike Tezgjahut, duke ruajtur një zanat që përfaqëson një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore. Pavarësisht se punoj edhe moderne, kam bashkëpunime edhe me piktorë që bëjnë ato pikturat, mi sjellin ja u boj, po më tepër më tërheq tradicionalja, punimet tona shqiptare. Një qëllim i madh, 1,5-2, nëse punoj vetëm, më merr 10 ditë kohë. Nëse punoj 2 veta, pastaj merr 5 ditë, 6 ditë, pak më pak. Ndërsa kjo centileta të merr rreth 3-4 orë punë. Vetëm kjo e vogla, po të punosh vetëm këtë, merr 4 orë punë. Ti merr, sepse ka motivin, ka ndarjet, çdo gjë ka ato simetrinë e vet. Duhen gjërat edhe të jenë simetrike, se nuk mund ta bësh me një anë më të madhe, me një anë më të vogël. Duhet të përqendrohesh shumë edhe ke simetria, që kur ta puthitësh këtë, të jenë të gjitha të barabarta. Pjesa me e vështirë është në radhë parë endja. Po edhe endjes pak a shumë ja kam gjetur, sepse kam bërë një makineri për të endur, se çdo gjë është lesh, vetëm maja është endja, për shembull, është pambuk, 100% pambuk, edhe është pak e vështirë endja, sepse do enden për një 2 metër gjerësi, do endim 710 fije, që do enden kështu 1 për 1, po megjithatë me makinerinë ja kam dalë. Edhe vështirësia pastaj është ke puna, është punë pak e lodhshme dhe do përqendrim, vëmendje. Do shumë. Nëse s'ke përqendrim, një gabim i vogël të bën që ti kthehesh prapë punës nga e para, duhet ta shqepësh edhe një herë punën. Gjithmonë ngjyrat, më tepër më e preferuara është kuq e zi, sepse edhe kërkesat më shumë i kemi nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, më së shumti i kemi nga shqiptarët e Kosovës. Ato vinë më tepër që kanë kërkesa për qëllima. Edhe gjithmonë janë ka ajo kuq e zi, motiv tradicional shqiptar. Këto janë më të preferuarat. Bëj pastaj me ngjyra të ndryshme. Bëj kur vinë të huajt. Unë kam shumë të huaj. Vinë nga ta them nga Zelanda e Re, kam nga Kina, kam shumë klienti kam nga Kina që ma bëjmë porosin direkt
Edhe pastaj unë ja u punoj dhe vinë e marrin, dhe kur vinë që hynë shojnë dhe punishten, atëherë ato befasojnë shumë. Janë shumë të sjellshëm, shumë të edukuar dhe shumë korrekt. Punën e reklamojmë nëpërmjet rrjeteve sociale, siç është Instagrami, Facebooku, nëpërmjet këtyre, plus pastaj edhe reklamave të ndryshme. Siç është Instagrami im që kam qëllima tradicional Zana Hoxha, edhe në Google po të kërkosh e gjen shumë kollaj edhe vend qëndrimin, me fjalë edhe ku ndodhet punishtja. Nëpërmjet këtyre ne i bëjmë shitjet. Por edhe nëpërmjet njëri tjetri, se kur pyet dikush ku e ke blerë, edhe nëpërmjet klientëve me njëri tjetrin. Më shumë hecin qëllimat 1,2, edhe 2,3, rrallë pastaj kërkojnë këto që kanë shtëpia shumë të mëdhaja, kanë bërë edhe qëllimat 50 metër katror. Shumë të mas, me fjalë kanë qenë këto të Kosovës, sepse këto shqiptarët e Kosovës i kanë shtëpia shumë të mëdhaja dhe hollin e katit parë ato gjithmonë shtrojnë qëllimat të mëdhenj. Edhe të shumtit ato i marrin qëllimat shumë të mëdhenj. 30 vite punë, sakrifis dhe pasion kanë bërë që Zana Hoxha të jetë një nga artizanet që vazhdon të mbajë gjallë traditën e punimit të qëllimave. Ajo vazhdon të thurë jo vetëm qëllima, por edhe historinë e një zanati që meriton të ruhet dhe të trashëgohet brez pas brezi. Të zanat unë, si që kam mësuar, unë si që ma ka lënë mami e këto gjyshja mu, edhe unë kam pas shumë dëshirë që këtë zanat mos e humbas. E kam përcjellur tek nuset e vllajt, ke motrat e mia, ke mbesat, goca motrës, goca vllajt, me fjalë e din. Gjithashtu edhe ke vajza ime, ke nusja e djalit, edhe ke ajo e kam trashëguar. Tani po jam mësoj dhe mbesës vogël që e kam 2 vjeçe. Sa po vjen, se ato jetojnë në Tiranë, sa vjen edhe më thot, nani do ngjitemi ke puna. Puna, edhe vjen edhe direkt, kam shumë dëshirë t'ja trashëgoj dhe mbesës time të vogël. Të rinjt kanë qef të vinë ta shikojnë, sepse unë bëj bashkëpunime edhe me shkollat, këtu në Elbasan, kam bashkëpunime që vinë nxënësit e shkollave, e shohin kështu për ta pasur si eksperiencë, por që të keni interes të vinë, të thonë që po do e mësoj këtë zanat dhe do vit punoj, jo, nuk kanë interes vetëm ta shohin se ju pëlqen si punë, por interes nuk kanë. Ky zanat nuk është se të bën milioner, ky zanat nuk të lë pa bukë, sepse edhe vetëm të punosh, të nxjerr një rrogë të mirë për vete. Nëse ke punëtori të madhe, dihet pastaj që do kesh fitimin më të madh. Brezit ri gjithmonë i bëj thirrje, edhe kur më vinë me fjalë njerëz, më vinë këto nxënësit e shkollave, i themi, jo të gjithë do bëjmë këtë zanatin e qëllimave, ka shumë zanate të tjera, që mundohuni të merrni një zanat, sepse zanati në mos rrjedh do gjerboj. Me fjalë zanati nuk të lë pa bukë. Edhe i bëj thirrje, çdo të riu dhe të reja ta marrin një zanat përveç shkollës që kanë edhe një punë tjetër, ta kenë si punë të dytë.